Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i martë 4 nëntor 2025. Dashi. Konfirmimet po vinë, dita është pozitive. Ju mund të jeni në gjendje të zgjidhni një çështje ligjore në lidhje me punën. Demi. Bëni hapësirë për misi, takime, udhëtime. A keni tashmë projekte të reja në mendje? Bazuar në aftësitë dhe mundësitë tuaja do të jetë e mundur të arrini sukses. Binjakët. Një sezon me interes të madh që edhe do të shkëlqej brenda disa javësh. Takimet dhe lajmet e preferuara që kanë të bëjnë edhe me zemrat e vetmuara. Gaforia. Çështjet të pasgjidhura mund të dalin. Realiteti është se ju duhet të kaloni një pushim të mirë. Dhe nëse jeni në punë, përpiquni të mos lodheni shumë këto ditë. Luani. Ndalimi në këtë periudhë është i gabuar. Për dashurinë, përpiquni të favorizoni situata të gëzuara. Virgjëresha. Po i jepni vetes shumë për të bërë në punë dhe në dashuri. Dita në tërësi është interesante, por organizimi i gjërave nuk është i lehtë. Peshorja. Grindjet në shtëpi dhe në çift. Për punën, merrni parasysh se jemi në fazën e sfidës. Akrepi. Ka të ngjarë që të takoni personazhe që janë pak të çuditshëm ose që ju bëjnë të humbni durimin. Në dashuri nuk ndjeni të fortë ose ndoshta keni nevojë për butësi. Partneri do jetë pak më i largët sonte, ndaj përpiquni të shmangni konfliktet. Shigjetari. Është e lehtë për ju të mos ndjeni në formë perfekte. Sonte mos filloni me fjalime polemike, ju dukeni të hidhur për një çështje familjare ose stafi. Britsjapi. Çiftet që kanë përjetuar një krizë mund të jenë ende në dyshim se çfarë duhet të bëjnë. Është një periudhë shpenzimesh të mëdha, veçanërisht për ata me fëmijë. Ujori. Së shpejti një lajm do të ndryshojë situatën e punës, veçanërisht nëse jeni duke pritur për një konfirmim ose një ndryshim në këto ditë dhe kjo mund t'ju bëjë të lumtur. Peshqit. Ata që nuk kanë dashuri duhet ta kërkojnë këtë ditë. E rëndësishme është të dini se fitoria nuk do të dështojë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.